në vetë. Zotëria Haradinaj, kujt për jalen dorë? A e i sigurt për trashëgiminë politike që për jalen dorë Ardian Gjinit? E thënë dhejtin nuk për jalo e ka, se ajo është themelus, është kryus i aleancës, Ardian Gjini është që nga nisja, nuk është shumë për jalo, po është kryu Ardiani, është i kryu Mitil, e ka kryu Kosova, po më se arroni gjo aleanca o këthy në doktrinë. është këthy në doktrinë. Nuk është aleanca vetëm individi që rashti jam, ose kulti, ose miti i Ramushit, ose i Ardianit, ose i një tjetër. është një doktrinë politike, aleanca. Ka një gjatësi, ka një qëndrueshmëri, ka një memorje të angazhimeve në tema, në punë dhe në sfida. Dhe mund t'ju them se Ardiani është i kryum, aq mirë, sa që vërtet është një rast i rradh i politikanit i kryum aq mirë. Ka një rast i veçantë në politikën shqiptare në Ballkan gjithsesi, po mendoj një rast i veçantë edhe në politikën botërore. Pra kemi të bëjmë me një nivel të politikanit që vërtet në këtë parametrat është prind. Unë e kam thënë disa herë, një politikan elitar në punë. Jo vetëm që i besoj Ardianit, po unë shpresoj, kam shpresë madhe që do t'jetë zgjidhja për shumë probleme të Kosovës Ardian Gjini. Do t'jetë zgjidhja edhe për situatën me sigurinë, kuptohet mendimet gjithë neve, me i kthy kontratat që janë anulue të termocentralit me qymër 450 MW, ku çmimi ishte 86 euro për 25 vjet mos më rrit. Që dini veç çdo vit blejmë ka 1.000 euro, deri 1.000 euro megawatin. Ndajmë parë nga buxheti, me kthy gazqiellshin, me ju kthy zhvillimit, me ju kthy pagave, me ju kthy me hondilitetin mjekve, profesorëve, të gjithëve në këtë vend. Ardiani vërtet është i duhuri. Zotëria Haradinaj, me datën 7 qershor Kosova shkon drejt zgjedhjeve të reja. Sot qeveria ka marrë një vendim për ndarjen e 100 eurove. Regjia, vedon nga mbledhja e qeverisë? Mbështetje e njëhershme prej 100 eurosh për pensionistët. Mbështetje e njëhershme prej 100 eurosh për fëmijët. Mbështetje e njëhershme prej 100 eurosh për punonësit e sektorit jo publik. Mbështetje e njëhershme prej 100 eurosh për studentët aktiv. Do të synojmë që pagesat e njëhershme për familjet përfituese t'i bëjmë në fillim të javës që vjen. Pra, para festës Bajramit, ashtu që secila familje të ndjehet e barabartë në atë ditë feste, duke e ditur se dora e mirë e shtetit kujdeset për ta. Undan nga 100 euro për shkak se në kuvend opozita, bloku opozitar e bllokoi votimin me ligj të kësaj pune. Çështë tha Albin Kurti. Tani çdo mesaro janë për qytetarët 100 euro, edhe askush është kundër e kësaj 100 eurove për secilin, janë të vënume, edhe për fat keq